ti e ke pasur mirë? Kam qenë edhe pa internet, edhe në lëvizje, por kjo nuk është e rëndësishme. Nëse më lejon me tregu një mesele. Erdhi një mysafir te gjyshi jem, ka ardhur para një 40 vite, nuk e mbaj mend. Edhe ishte le të themi tetor dikush edhe gjyshi e nxori një bostan, një shalqen për ta bre. Edhe mysafiri tha, o Rahman, tha po shalqini, ati bostani tash në këtë kohë nuk deli mirë. Edhe ai tha, ma mirë le të korritet bostani se sa korritet Rahmani. Edhe unë nuk mërzitëm fort për këto kritikat, do më thonë se është një farë që ka quhet Wittgenstein's ruler, do më është kush e thot, jo që ka po thot. Adnat, kur gjithë e kanë zirë 43, dhe unë e qartë të tregoj që 43 do të afrohet shumë afër 48 që askush nuk e besonte. Sepse nuk, do më thonë, kjo është çështje matematikës. Edhe mund të dështojnë ndonjëherë modeli, natyrisht, sepse nëse shkoj me 2 devijime standarde, mund dalë deri në 4 deri në 5%. 3300 respondent, random, për afërsisht ka qenë mostra mbi të cilën ka bazuar këtë analizë. Kanë qenë dhe 6000 të tjerë respondent jo random. Shumica e sondazheve është analizave që bëhen online, Kosovë bën me respondent jo random. Kjo bën shumë të vështirë për parashikuar rezultatin. Ndërsa sondazhet që bëhen këto që bëhen tipike, domethënë, për shumë kohë kanë pasur shumë mangësi. Unë kam diskutuar gjatë për shembull me njërin prej këtyre kompanive që është më respektuar, dhe shpesh herë i kam kritikuar, i kam pas ndihmuar, tani besoj që janë goxha profesionist. Prandaj edhe exit polli ka qenë goxha real. Mirë po, mungesa të kuptuarit të efektit të votës së diasporës, e cila